Qëllimet e lëvizjes së vendosjes janë qarta. E ka bërë për përfitime politike, jo vetëm sot, po prej kur ka filluar diskutimi për zgjedhjet lokale, ishte një përpjekje për ta decertifikuar listën serbe në Komisionin Qendror Zgjedhor dhe më pastaj për tentuar në Kuvendin e Kosovës për të shfaqur si një parti e cila e bën të pamundurën që të mos ia pas një lloj pushteti në nivelin qendror listës serbe. Është një kartë e qartë politike, ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës unë mendoj do të ra prej lëvizjes vetëvendosje, pavarësisht ata do të mundohen ta mohojnë këtë punë, do të tentojnë të arsyetohen se e bën këtë me qëllim që të shtohet presioni tashmë mbi Albin Kurtin që dihet ai ka votat apo nuk i ka. Mirë, po Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila mbahet si një parti institucionaliste, mbahet si një parti e cila vepron konform normave e rregullave. E goditi trashëgiminë e saj dhe vetveten e goditi. LDK-ja votoi kundër vetvetes sot, sepse rregulloria e Kuvendit të Kosovës, e cila qartazi thotë që pozita e nënkryetarit, propozimi për nënkryetarin i takon grupit më të madh të serbëve të Kosovës, grupit më të madh parlamentar, ishte votuar edhe nga ky subjekt politik. Rregulloria ishte produkti i një konsensusi politik. Pra, LDK-ja e shkeli vullnetin e saj politik për shkak të presioneve mentale. Nuk mund të mohohet fakti, është për shkak të nënshtrimit nga ingranazhi patriotik i liderit të lëvizjes vetëvendosje dhe i subjektit politik në përgjithësi të lëvizjes vetëvendosje. Do një nënshtru vlerësimit të Agim Batirit, LDK-ja Rana Deregje, që një nënshtru gjykimit politik të Agim Batirit, i cili sot para seancës deklarante me një retorik njohur prej anës tij, më parë i pres dur se sa votoi për listën serbe. Pra, patëm një solidarizim të plot politik me Agim Batirin kundër vetvetes. LDK-ja duli kundër vetvetes që t'ja bëj qefin Agim Batirit me kalkulimin se mund ta përfitoj për shkak se kjo është situata, seanca konstitutive u mbaj 2 ditë para zgjedhjeve lokale dhe është një presion i madh edhe zyrtarët Partisë Demokratike të Kosovës në para fillimit të seancës patën kritika ndaj gjykatës kushtetuese se pse ka publikuar atë gjykimin pak ditë para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, që është nonsens logjik sepse gjykata kushtetuese nuk ka zgjedhje, këto kanë zgjedhje, këto let vendosin se si do të veprojnë në përputhje me kushtetutin apo kalkulimet e tyre elektorale.